Zoti dhe universi i tij. Një këndvështrim unik sipas gjuhës shqipe dhe jo vetëm. Pjesa e tretë dhe e fundit, por misteret vazhdojnë dhe janë zbërthyer përfundimisht. Pellazgët, populli i parë në tokë. Thuhet se populli i parë ishin pellazgët. Ka disa teori të shpjegimit të këtij termi, por asnjëri nuk i është afruar aq sa duhet. Duke qenë se çdo gjë referon tek truri, atëherë etimologjia e fjalës pellazg bëhet në tre mënyra. E analizojmë ato në disa mënyra derisa të marrim kuptimin më pak të gabuar. Pellazgët, pjella e zogut, ku zogu është shqiponja dhe leleku të cilin në trurin human përkojnë përkatësisht me epifizën dhe hipofizën. Nuk është çudi që ka ekzistuar një popull i quajtur lelek me gjuhën e tyre lelege. Pellazgët, pjella e zigotës, beza e plenuar, pra pjella e ovumit ose Evës së Biblës, që ishte nëna e të gjithë gjallëve, pra nëna e njerëzimit. Eva është simbol për tokën në kozmos dhe trurin e vogël në trurin human. Zigota, zigot, dhia anglisht, dhia e zezë dhe ujzi, toka, dia, Dio, Zoti. Dhe pellazgët, pjella e asgjës, pjella e dritës, vrimës, birit, diellit. Pra pellazgët, pjella e Zotit, njerëzit e parë që populluan tokën dhe janë shtresa e parë e genit human për gjithë njerëzimin. Jo vetëm për një racë, pasi janë njerëzit e parë të kullës së Babelit, të cilët më pas u shpërhapën në gjithë botën për të krijuar më pas ndarjet sipas kombit, pra sipas karakteristikave të ndryshme gjenetike rrethore e të tjera. Vini re ngjashmërinë e trurit, i cili ngroh cerebelumin në thonjza, ashtu siç zogu ngroh fezën. Ligji i ekzistencës, imazhi i objektit në retinën e syrit. Bota funksionon përmes ligjit të parit, që në gjenezë, forma e parë primordiale e qëndësisë son është rrethi me pikë, pra syri ose gjiri. Kështu, ligji fizik i atribuohet funksionit të syrit, shikimi. Materiali pasqyrohet në retinë në formën e përmbysur, prandaj edhe bota funksionon si një imazh në pasqyrë dhe i përmbysur. Kjo është arsyeja pse shkrimet e vjetra, për shembull ato etruske, duhet të lexohen të pasqyruara që të mund të kuptohen. Kjo është arsyeja pse na është dhënë një mundësi edhe e leximit të teksteve, për shembull ato arabe nga e djatha në të majt, që të marrim mesazhin se ky është një kod i zbërthimit të gjuhës, kodi i zbërthimit të botës nga ana e mbarë. Vini re trurin e parë në skaner nga sipër, ku në qendër ndodhet epifiza. Vini re imazhin e përmbysur në retinën e syrit dhe kështu funksionon bota që jetojmë. Gjithashtu X-i, pra ligji i përmbysjes së objekteve në retinën e syrit, pasqyrohet edhe në ADN-n ton. Vini re pemën e përmbysur, pra cerebelin në tru, e cila lidhet direkt me epifizën që përfaqëson diellin. Kjo është bota jon, pema e përmbysur. Bërthama e cerebelit është toka. Gërmat janë gjithashtu ideograma, ato shprehin format e energjisë. Gërmat janë ideograma të fillimit të transcendencës së energjisë në materje. Ato e përfaqësojnë më së miri transformimin e energjisë në materje. Për shembull, gërma A, e cila tregon majën, është qenia fillestare, e cila përkon me ujin.
Mem, mam, maja, piramida ose maja e thyer, syri i thyer. Gërma, nëse shifet nga sipër, ngjan me simbolin për Zotin që është rrethi me pikë, pra ose gjiri, ose llampa, pra vetë piramida. Theta është gërma që tregon thyerjen, pra mëkatin fillestar ose thyerjen e qenies primordiale, prerjen e qenies primordiale. Omega tregon kupën e madhe ose anagram e lexuar agim, që do të thotë agimi i ditës së madhe ose aty ku dita agon për ditë, pra në tokë ose në sistemin tonë diellor. T është simbol për trurin, e cila gjithashtu simbolizon tokën, dhe G është gjithashtu simbol për tokën, gjën, gjea. E të tjera. Ndërkohë nëse shikoni në zhvillimin e gërmës A sipas alfabetit proto-sinaitik, pra para syrit, alfabeti fenikan dhe pastaj ai latin, do të vini re se gërma A në fillim ka pasur modelin e një viç, le të themi, i cili mund të lexohet edhe demi, i cili përfaqëson epifizën, sepse epifiza ka formën e demi në trurin tonë. Kjo pastaj është zhvilluar në formën e modelit të gërmës M, e cila e përmbysur është dhe W, dhe gërma M përfaqëson ujin. Dhe pastaj të gjitha këto përfaqësojnë syrin. Pra modeli i universit është uji i rrotulluar në formën e syrit dhe rrjedhja e tij përmes diellit, pra epifizës në trurin ton, dhe e gjithë kjo përfaqëson krijimin pra të botës materiale që njohim. Alfabeti tregon historinë e krijimit të materjes. Nëse do t'i bëj një lexim alfabetit latin, do të kishim A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. A bie, syri dije, është fije, në gjë hyn, ije kalin men, O, P, ro sy, T, un, V, N, W, X, Y, Z. Pra, më qartë, ka rënë syri dije, është një fije që hyn në gjë, po lind mendja, P është kur rron syri, T që jam unë, vi në botë, në hapësirën ka. E vini re tani trurin, sa bukur e personifikon këtë gjetje. Pra vini re fijen që lidh epifizën me cerebelin, quhet lingula. Pra është aty ku ulet gjuha ose kulla e babelit, aty ku ndan gjuhët, pra. Epifiza është simbol për diellin. Bërthama e cerebelit është simbol për tokën. Pra ky është modeli tokë-diell. Lidhja e tokës me diellin bëhet nëpërmjet një fije të padukshme energjie, pra që ne sot nuk e shohim, por ajo ekziston në trurin tonë, quhet lingula. Fija e hollë energjisë, koscienca që mban të lidhur materien. Fjala lingula do të thotë edhe lëng ula, aty ku ulet pra lëngu melatoninës. Ndërsa thalamusi, pra qendra e trurit, simbolizon rrugën e qumshtit. Gjithashtu ditët e javës dhe planetet janë plani i Zotit, si u krijua materia. Pra fjala planet do të thotë plan, projekti i Zotit, dhe jo një plan i rrafshët. Asnjë gjë nuk është e rrafshët në univers. Renditja e planeteve në sistemin tonë diellor, që janë gjithashtu të pasqyruara në renditjet e ditës së javës, janë çelësi për kuptimin e origjinës së krijimit. Diela, dielli. Hëna, hy.
Marta, Bars. Mukura, Mukura. Entja, Entët. Premtja, pritet. Realizohet punktimi. Shtuna është unë, lindja e njeriut. Dhe e lexojmë të përmbledhur. Dielli hyn, Bars tokën, e merr te kura, Entët para, pritet, realizohet premtimi I lindjes së njeriu. Është unë, njeriu që lind nga balta. Një përmbledhje e gjithë materialit në 3 pjesët dhe si të kuptoni simbolet universale përfundimisht. Tani po ju lë të qetë që t'i shikoni vetë pa koment. Pamit flasin vetë. Shikim të mbar.